i sigurisë qoftë edhe nga NATO-ja apo edhe nga autoritetet në Serbi që thonë me gjithë atë që kanë qenë në dieni për pjesën që, domethënë, që kur ka filluar të ndodhë kjo ngjarje dhe sepse këtu lidhet e faktit që këta të plagosurit pra mendohet se janë sjellë në spital rreth orës 3 të pasdites, pra dhe në atë kohë besoj që institucionet kanë qenë në alarm për ta parë se çfarë grupesh dhe për çfarë bëhet fjalë këto. Mirë, Idro, këto armatime, këto municione të 2022-shit, ku mund t'i kenë marrë? Ka informacion? Po, mund t'i kenë marrë, po të kemë pas në një lidhje në ato dyqanet ku shiten me leje, në fakt, sepse në Serbi ka, sidomos pas kësaj periudhës që ndodhen masakrat, një masakër në shkollën fillore në Beograd, ka ndryshuar edhe ligji dhe duhet kaluar shumë kontrole për të ardhur deri tek një armë qoftë ajo edhe me leje. Pra, natyrisht që pa një organizim të mirë dhe pa lidhje të mira nuk mund vinin deri tek këto armë. Por natyrisht ka grupe nga veriu që kanë kërcënuar në vazhdimsi, edhe pse zyrtarisht nuk thuhet, por mendohet që ka njerëz që mund të gjejnë ato.